Shikues të CNA ju përshëndes. Në minutazhin në vijim do të flasim për situatën e arsimit në vend, për situatën aktuale, por gjithashtu do të trajtojmë edhe çështje të pozitive apo edhe ato negative që rrjedhin nga programet elektorale të partive në fushat aktualisht dhe sa të realizueshme janë. Kam kënaqësinë të kem në lidhje Skype zotin Ndriçim Mehmeti, ekspert i arsimit dhe pedagog. Zoti Mehmeti, përshëndetje. Përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësi gjithashtu. Zoti Mehmeti, Partia Demokratike në programin elektoral thotë se duhet të mbajmë të rinjtë në vend dhe fokusohet tek arsimi si një ndër format ku ka përmendur heqjen e mesatarës për pranimin në universitet, ndërsa Partia Socialiste flet për integrimin evropian dhe përfitimet që mund të kenë studentët shqiptar për të studiuar jashtë vendit, pra për të qenë barabartë me shtetasit evropian, thot kryeministri. Për të nisur nga e para tek mesatarja e vendosur për pranimin në universitet, a ka sjell efektet e pritura? Jo, fakti ka treguar që jo, sepse po të shikoni me kujdes seri masa që ka prezantuar qeveria se me zonjën Shahini që është harruar sot, si ministre e arsimit, se ajo e solli këtë iden e mesatare, se nga e mori nuk e di, dhe masat që mori ajo, jo vetë sollën një ulje drastike të numrit të studentëve, por nuk se sollën cilësinë. Edhe përpjekjet e zonjës Kushi për të rritur pjesëmarrjen e të rinjve në deg të ashtu quajtura prioritare, që s'u bën kur prioritare, siç ishte arsimi apo agrobujësia, nuk sollën dot, sepse ndërsa u tha që ju do të futeni me mesazhe 7.5, përfituan vetëm ata që kishin mesatare 9.5 dhe lart. Dhe ata e morën bursën atëherë kur deshi qeveria dikuna marsi për shkaqe burokratike, u tha, jo po s'dini të hapi një llogari bankare etj. Pra, me pak fjalë, qeveria mori masa kuturu, pa asnjë lloj studimi, pa parë se ku ishin nevojat e vendit, pa parë se ku ishin studentët tanë, maturantët tanë, pa bërë një pyetësor se cilat ishin dëshirat e tyre, dhe pastaj rezulton në një dështim i suksesshëm i gjitha masave që mori qeveria. Dhe e bëri këtë sigurisht për të harruar dështimin më të madh që ishte pakti për universitetin. Pra kur pakti për universitetin nuk funksionoi, ose funksionoi shumë pak, për të mos thënë tani që për të mos e bërë gjithçka të zezë, por në pikat kryesore nuk funksionoi, atëherë doli me këtë pari. Tani na del ku diun me një teori tjetër, që ne do t'i bëjmë këta si student evropian. Këtë nuk e kuptoj dot. E kam shumë të vështirë ta kuptoj, ndërkohë që studentët tanë ka vite që lëvizin me programin Erasmus, ashtu si dhe pedagogët, janë të lirë të lëvizin në përparësi të gjuhës, ndërkohë që studentët tanë që prej 93 që shkojnë në Itali dhe trajtojnë madje dhe me mbështetje financiare në Itali, shkojnë në Gjermani, fitojnë bursa, shkojnë në Amerikë, fitojnë bursa, kanë të drejtë në bazë të fakti se ne jemi vend me statusin e vendit kandidat të BE-s dhe mund të shkojnë edhe në vitet të ndërmjetme të ndjekin studimet jashtë vendit dhe të përfundojnë studimet atje, sigurisht pastaj ka një problem për që realisht që është tarifat. Tarifat mund të jenë shumë të lira kur ti je qytetar i Bashkimit Evropian. Por nuk e ka penguar kjo. Nuk është kjo. Nuk mund t'i thuhet tani në vendit që shiko të rinjve, ne arritë pra në rreshta lexohet kjo, ose midis rreshtave lexohet kjo. Ne dështuam, tani bëni gati valizhet, po japi një pasaport evropiane dhe shkoni jashtë vendit. Çfarë kuptimi do të kishte kjo për universitetet, për vendin? Çfarë kuptimi do të kishte? Pra ne po i përzëm. Pra ne po prodhojmë të rinj, qytetar, student, dhe po i bëjmë gati, po investojmë maksimumin ton për ta, që t'i bëjmë qytetar të denj të vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo është krejtësisht e papranueshme. Dhe ka pjesa tjetër. Të lutem vetëm diçka. Përmendë pak më herët paktin e universitetit, diçka e cila duket të është zbehur sot dhe nuk përmendet më. Po, sepse po ju jap dy fakte. Po. Pakti i universitetit ka shkelje ligjore në cilat nuk përgjigjet askush. Kryeministri deklaroi se me urdhër të tij, dhe urdhri është akt në ligjor që është i zbatueshëm, do të mblidhe GNP-ja. GNP-ja për gjithë
shikuesit tuaj është grupi ndërinstitucional i punës, i cili në mars të vitit 2019 duhet të përfundonte hartimin e të gjithë projektit të vizibilitetit dhe projektit të ndërtimit të kampusit të Tiranës. Nuk u bë. Do të bëjnë një kampus në Durrës, nuk u bë. Durrësi bile është i pari dhe i vetmi universitet në Europë, nuk them në botë, por në Europë jam i sigurt që është pa fjetina. Pa fjetina fare. Njerëzit duhet paguajnë qira maramëndse që te i kalojnë tarifën 2 deri në 3 fish, pra qiraja mujore po flasë, jo vjetore. Që te i kalojnë tarifën e 1 viti studimi. Nuk u arrit dot biblioteka digjitale, u dhan 800.000 euro. Sot nuk e kemi aktive bibliotekën online, yes. Nuk arriti dot që të bëj kartën e studentit të vlefshme, sepse kartë e studentit do bëhet, ku diun, për të hyrë te kulle e sahatit, e për të bler mish, e për të bler gogozhare, e për të vajtur në servise, a thua se studentët kanë të gjithë në një Ferrari, edhe s'kan ku ta riparojnë. Pra, pakti për universitetin u shkërmoq, pakti për universitetin që një mundësi e mirë për të shfrytzuar nga të gjitha palët, studentët nuk kërkuan më llogarit për paktin për universitetin. Universitetet janë të pafuqishme sepse në pjesën më të madhe bordet e tyre drejtohen nga Ministria e Arsimit dhe jo nga vetë universiteti. Kështu që pakti nuk bëri gjë tjetër, veçse te kaloi situatën, mbyti një protestë që ishte shumë shpresëdhënëse e studentëve në fund të 2018-ën, i krijoi mundësi të riformatonte qeverinë zoti Rama, por në të vërtet për studentët, për shoqërinë shqiptare nuk solli asnjë gjë. Tarifat nuk u përgjysmuan si që tha, studentët e masterit nuk u mbështetën dhe për fat të keq, arsimi në Shqipëri ka ngelur jo si një drejt universale për gjithë të rinj, por si një privilegj për ata që kanë para. Përndryshe, ti këtu ngordh, nuk arrin dot. Sepse po të marrin shpenzimet, po të më lejoni, ju them që shpenzimet këtu janë shumë të larta se në një vend jashtë shtetit. Një i ri, edhe po të shkoj në fjetinat e qytetit studenti, do të paguaj vetë për krevat, jo për dhomë. Do të paguaj për krevat, pa linjë interneti, pa kuzhinë, pa dush, pa asnjë gjë, do të paguaj 70.000 lekë të reja në vit. 70.000 lekë të reja në vit. Që po t'i vësh pasaj dhe shpenzimet mujore që ai ka, e te i kalojnë vlerën e 5.000 eurove. Ndërkohë që mund të studiosh fare mirë me gjysmën e kësaj shume, apo me një shumë 3.500 euro në Itali, dhe po ju kujtoj këtu për ju dhe shikuesit tuaj, tarifa vjetore në Ludovic Maximilian University, që është një ndër më të mirët në botë në mjekësi, është vetëm 250 euro në vit në Gjermani. 250 euro në vit. Sepse atje gjykata e lartë, pasi studentët protestuan, tha që duhet ketë një tarif por minimale, e cila duhet të përballojë nga të gjitha shtresat e popullsisë. Pra ne kanë ngjerë në atë tarif. Ne sot ju thash kemi një privilegj, po të marrësh edhe faktin që ne kemi të limituara vendet në qytetin studenti, atëherë tarifat, atëherë argjimet janë jashtëzakonisht të larta me qira ku studentët duhet të ndajnë 200 euro vetën qira, pa drita, pa ujë, pa telefon, pa internet, pa ushqim etj. Dakor. Zoti Mehmeti, një student për të zgjedhur të qëndrojë apo të studiojë në Shqipëri, normalisht si çdo kush do duhet të tërhiqej edhe nga një staf akademik i përgatitur. Këtu besoj do të hyjnë në fuqi edhe rritja e pagave shpremtuar për mësuesit nga qeveritë, nga opozita, vit pas viti apo dhe çdo në zgjedhje elektorale dëgjojmë këtë premtim. Jemi sot aq të përgatitur në nivel pedagogjik apo shqiptarët po zgjedhin edhe të largohen nga vendi për këtë arsye? Jemi të përgatitur në nivelin pedagogjik të institucioneve të arsimit të lartë, jemi të papërgatitur për fat të keq në sistemin 12 vjeçar. Pse? Sepse në sistemin 12 vjeçar ne vuajmë disa probleme shumë të mëdha, të cilat unë po i përmend shkurtimisht me një fjali. Kemi infrastrukturë të dobët shkollore, e cila ne merremi akoma me ujë, me drita dhe me nëse ka tualete.
nuk kemi shkolla të digitalizuara që t'i përgjigjen zhvillimeve që janë sot inteligjencës artificiale dhe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, dhe siç e pati në studimin e fundit ne kishim koeficientin e inteligjencës më të ulët në Ballkan dhe përpasoj edhe në Europë, kemi mësues të papërgatitur sepse nuk i trajnojnë kush, pra nuk kanë trajnime efektive të cilat duhet kalojnë tërësisht pranë universiteteve, me një program të qartë në universitet që do të përgatiten universitetet dhe me ndihmën edhe të universiteteve jashtë vendit, pse jo. Nuk kemi për shembull mësues të përgatitur, po përpiqemi të arsimit special, po jo në ato nivele që ne do të dëshironi për fëmijët me aftësi dhe nevoja ndryshe. Kemi paga jo motivuese, sepse kemi drejtues që marrin mbi 300.000 lekë në krahasim me një mësues, dhe mësuesit i kemi kategorizuar kategoria A, B, C, e i kemi futur pasaj në ca ligje që nuk merret vesh njeri se si i kanë futur, dhe në fakt rroga nuk është mesatare 900 euro, rroga mesatare e mësuesve që marrin është vetëm ato që marrin në dorë, janë vetëm 680 euro maksimumi, ai që ka vite të shumta pune mund ta. Të flasim për sistemin 12 vjeçar? Për sistemin 12 vjeçar po flas. Dhe mos harroni që punojësit e kopshtit që janë më të rëndësishme, dhe edukatorët e kopshtit të arsimit fillor marrin paga qesharake, që janë pagat e kopshtit janë më të ulta se sanitarët e QSUT-s që marrin 52.000 lekë, ndërkohë në kopsht marrin mesatarisht 44 deri në 46.000 lekë, ndërkohë që në arsimin fillor po ashtu paguhen maksimumi 630 euro në muaj, dhe arrin thash në arsimin e mesëm të lartë. Por, ju thash këmbgul fort të një infrastrukturë që janë mjetet didaktike, që janë laboratorët, që janë kabinetet, që janë mënyra e mësimdhënies dhe mbi të gjitha shkolla gjithditore. Në rast se ne nuk bëjmë një shkollë gjithditore, ku nxënësit e shtrejt të gjitha mundësitë që kanë, ku t'i vim në ndihmë të gjithë fëmijët që nuk kanë mundësi, sepse jo të gjithë mund t'i ndihmojnë fëmijët me infrastrukturën në shtëpi, që na fotokopjet, që na ndihma që do t'i japi për lëndë të veçanta, për të mos harruar pastaj një reformim rrënjësor, do thoshja unë, të kurikulës, të mënyrës së zhvillimit të profesional të mësuesve, të përgatitjes dhe formimit fillestar të tyre, dhe mbi të gjitha të karrierës dhe meritokracisë, të cilën ne e kemi politizuar shkollën deri në qelis. Sigurisht që ka shkolla shumë të mira, ka shkolla ka drejtues shumë të mirë, ka shkolla ku punohet, por ju e keni parë në fushat, shikojni me vëmendje atje ku vete kryeministri, fëmijët që nuk kanë parë dritën e diellit me sy në tërë këto vite, dalin dhe pikturojnë në natyrë. Po pse si vjetë gjetën ata të pikturojnë në natyrë? Nuk ishte vite të tjera të pikturojnë në natyrë? Po pse i keq përdorin nxënësit në këtë mënyrë? Pra ky është problemi. Në një shkollë ku mungojnë lapsat edhe fletat A4, tani të gjithë u bën me telajo, e me beze, e me ngjyra, edhe me bojra, se si të pikturojnë po aq virtualisht, siç e mendon kryeministri i vendit. Dakor. Zoti Mehmeti, nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar, unë ju falenderoj. Edhe unë ju falenderoj shumë për mundësitë që më dhat, sepse në këtë fushat kaq të erdhshme, shumë pak kujtohen, në mos ju jeni vetmi që më keni thirrur për arsimin. Ju falenderoj, faleminderit. Faleminderit shumë. Kemi qenë me zotin Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimi dhe pedagog, ndërkohë në fund të kësaj bisede dua t'ju rikujtoj mënyrën se si do të votohet më 11 maj. Kështu do të jetë fleta në zgjedhjet e 11 majit dhe ju mund të votoni në një nga mënyrat e mëporshme, përndryshe fleta e votimit do të cilësohet si e pavlefshme. Nëse do të votoni vetëm për partinë apo koalicionin, do të vendosni shenjën X ose plus brenda kuadratit. Nëse do të votoni vetëm për një nga kandidatët që është në një listë parapëlqyese, vendosni shenjën X ose plus brenda kutisë për emrit kandidatit që keni zgjedhur. Në këtë rast, pra vota juaj llogaritet si për kandidatin që keni zgjedhur, ashtu edhe për partinë apo koalicionin. Por në vota juaj do të jetë pavlefshme në rast se do të votoni për një koalicion dhe për një kandidat të një partie politike tjetër. Kemi ardhur në fund të këtij minutazhi, ju falenderoj për vëmendjen.